Kjo është Gjeni, një nuse e re duke ecur në altar në ditën e dasmës së saj. Zotëria që po e shoqëron nuk është babai i saj, nuk është asnjë i afërm, asnjë mik i familjes. Në fakt u takuan vetëm një ditë para dasmës. Në vitin 2006, Gjeni humbi baban e saj në mënyrë tragjike. Po atë vit, ky zotëri, Arturi, u diagnostifikuar me insuficiencë të rëndë zemrës dhe kishte nevojë për transplant. Zemra që shpëtoi ishte zemra babait të Gjenit. Për më shumë se 10 vjet, Gjeni dhe Arturi shkëmbyen letra, asnjë takim, asnjë telefonat, vetëm fjalë të shkruara. Kur Gjeni po planifikonte dasmën, i fejuar i saj pati një ide. Po sikur Arturi ta shoqëronte në altar. Ajo nuk ishte i sigurt, por i shkroi. Dhe Arturi u përgjigj me 2 fjalë thjeshta. Patjetër që po. Një ditë para dasmës, ai mori dorën e Gjenit dhe e çoi tek pulsi i dorës tij. Ajo ndjeu rrahjet e zemrës së babait saj, rrahjet që ajo mendonte se nuk do t'i ndjente më. Në ditën e dasmës, Arturi shoqëroi deri në altar. Ajo vendorosi dorën edhe një herë mbi zemrën e tij, zemrën e babait saj, dhe tha se në atë moment ndjeu sikur babai i saj ishte aty me të. Një histori e dhimbshme, por edhe e bukur, një histori humbje, mirësie dhe një jetë të dytë. Pyetje për ty. Po ti ishte kjo historia jote? A do doje ta dëgjoje edhe një herë rrahjet e zemrës si një personi që ke humbur? Më shkruaj më poshtë. Zoti Bekoft.